أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Dhe të ndëshëm fillimisht përndëm Allahun Azza wa Jall i cili na zgjati jetën dhe na mundsoi ta përjetojmë dhe këtë muaj madhështor. Sot si zakonisht në këtë pjesë të kohës flitshmi për të dashurin Allahut Azza wa Jall, jetën, biografin e krijesës më të pastër, më të ndershme që heci në rrugën tokësor. Megjithatë, sot tani obligative për veten time që në ka ardhur një lajm i hidhur, i pikëlluar jo vetëm për mu, për gjithë umet. Në veçanti që ka të bëhet gjithashtu me ne. Ajo është vdekja dhe ndarja e shekut, hoxhës së hoxhallarëve, dietarëve të mbar umetit, hoxhës së hadithit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Ebu Ishaq al-Huwaini. Lusim Allahun Azza wa Jall që Allahu Azza wa Jall ta mëshiron me mëshirën e tij. Pas vdekjes së Sheikh Albonit, Bin Bazit dhe Sheikh Ibn Uthayminit, nuk është godit ehli sunneti me një sprovë më të madhe se këtë sprovën e sotit. Dhe Allahu Azza wa Jall më ka nderuar që këtë njeri, këtë mësues ta njoh për sa afër me disa vite. Dhe pas Sheikh Abdul Qadir Arnaut, model për ne dhe mësues ka qenë Ebu Ishaq al-Huwaini. Kish vitin 1999 deri vitin 2008. Dhe kam e shpalot vetëm pak për jetën private të tij, se shumë emisione dhe shumë njerëz kam hasë në emisione ndryshme kanë qenë një pikë kritike të ndaj e tij, se gjitha ato projekte që i ka filluar shkrimit nuk i ka mbaruar. Dhe asnjëherë se kam dëgjuar atë që të arsyetohet apo të thoje diçka, a unë ai jam që e di se pse. Për shkak se thash, nderi Allahu Azza wa Jall ka qenë i madh. Që Allahu Azza wa Jall kishte ditët e para në Egjipt dhe njoftohej me ta. Dhe 3 me ta dhe një jetë private. Para 30 viteve afërsisht, dhe tash kujtohet Hilpën që e Majken Aziz Billah, dhe kur unë gjithë shminkatin e lartë e kishte shtratë, e një Hilpën shtratë. Dhe mos e kishte që të pushon afërsisht ditë 3 orë që ta merr vetë. Mirë po kur dilë ke për nënqerë dhe thu se s'ka asgjë. Asnjëherë në jetë venin publik
se kam vërej që është anku. Ndërsa unë i di dhimjet, sprovat, pengesat private që i ka pas. Qish 20 vite. Gjami të Sunneti në Egjipt që sot numrojnë me mia. Kja është i madh që me thoj i ka ndërtu. Nuk e di unë se a i ku gjinde kohë shkojnë në shtëpi. Pasi që talebët të dashki fillimisht të gjithë me i rahatu. S'ka më orë të gjithë me i rahatu. Problem që kishin të gjithë me i rahatu. Të sëmurët me u gjetë. Gjamit u detiron të dhe fakturën e rrima se ka gjenë që të pagur. Për shkak se ishte i blokuar kapushtetet zullumqare të asaj kohë. Kja është një burë dhe Shejk Albanin rahimullah që asë njëherë se ndëgjon ligjëratën e tij që një zullumqare ka përgdhelur. Po ki ka dallu nga të qerët nga se islamofobët asë kohë që e sulmonin edhe islamin, por edhe zheri me gjithë kapacitetën e vetë që e sulmon të sunnetin, kush kishte cili burë që mund mi dalë esharit asaj kohë pos Ebu Ishaq el-Huwaini, luani sunnetin. Për këtë arsye vëllezër të ndershëm, të më kujtohet njëherë dhe ai ka bon sebeb dhe ka para nërë për shpalos. Që talebët të Ballkanit që kanë shku në Egjipt, ai ka bon sebeb. Me të parin njeri që kemi planifiku dhe kemi diskutu ka qenë Ebu Ishaq el-Huwaini. Tash kam dëshirë të sjellë disa talebe që që mësojnë umetit sunnet. Ta i të vishëm tha sjellë një dit atre. Tësh Ballkani është shumë i madhë. E di atre zgohet punë. Ta në dëgjosh e kësa. Kështu më thojke. Ta Allahu Azza wa Jalla sunetin e ti e në gjallë dhe me një njeri. A dhe nëse Ibrahimi ka qenë vetëm ummet, Allah e ka në gjallë një ummet. E unë sot po thamë se vërtet si Abu Ishaq, ti kishe qenë ai një njeri që unë poshtë kalaja e miqësisë së sunnetit dhe unë gritë sunneti pejgamberit Allahut në përmes atij. Ai ishte kalaja. Krejt që ka flasin për sunnet në Egjipt dhe të shamir të hadithit pejgamberit Allahut po dhe me mbarë botën me qëndrueshmërinë dhe rezistencën e tij. A unë e di varfërinë e tij dhe unë e di se sa kohë ka nejtaj në për trotuare duke i shërbim qërë. Dhe derisa banë të shaka dë njërë dhe ndërtuan me ndise ndërtuan në xhami me varfërinë asaj kohë dhe mërtuan me emrin Ibn Taymi. Mirë po ato kishin zakon, si që kemi në zakon me prit pas sezonit. Edhe njerëzit nevojtari që ishin të dera shtëpisë, kur deri i xhamisë e majshin pinë drejt deri në Kindit. Të na pak xhami. Ka pinë Kindit në akşam, derisa s'kishte kohë me lexues me përgatit. E pastaj shkojtë në çdo xhami që e fashin më njëherë. Edhe ai më tregon Ebu Ishaq rahimahullah, tha më mësuan me dhebin e ri.
Dhe e kuptuan se unë përmin që shpejt, ato për më dhejtë pritin të derë. Dhe si kur një burë, dhe ishte konë zorë pigurës vetë. Sërë që shkon kipi punë, ajo e pushushme, janë isë mu përla. E kishka banë, pi punë në kafe. Në sapen me fletë 11, ku qëkoj për të gjenë gjuhë. E kërruja të kërë kuptonë se për ditë 11, be ma herët 11 qoha. Tha dhe mu se ka ndërmërë të bëmlo. E unë në mësejnë hajgare për thamë ati një herë, se kam një asë njerë të folë për asë kënë. Edhe i thash, ju egyptianë thash shumë gjokë fëtovë. Këtë janë marë gjokë nëzajtë se në. Për mu përlau kështu, spiritovë. Thash në shqiptarë ta, jemi gjokë nëzajtë, si më spajtojnë me sejre, thash në këtonë rejë. A i tha në e në vrau. Në e në vrau. A më thashej sarë të dhije sa pejma a pjekë. Ish mi lullë të. Një bërim të kejbe në urzë. Pasaj pejma të këtë pjekë dhe kuptonë në realitetit se musliman janë vlezër. Ska nevoj më kritiku njën me qëtën. Ska nevoj më lëndu. Tha se cilin tezgën e vetë e plason dhe prezenton atë që ka. A më e mënë. Se kejtë artikullin e mirë, ka me orë koha që njerës kanë me kuptu dhe kanë me arë mështeritet. Mos më rekos. S'kemi nevoj ne mi nërmësu të qërët për të shfaqë dhe për të regu se kemi diçka më të mirë se qërë. Me jetë në Allahu Zogjel dhe në fund të jetës ja shkurtu në kamën, shka se veç ka vujke për 4 vite, pa i me gjithët sa ka të lëkin nuk heshtë ndaj pavërdes, foli bro, dhe u detelua të devohet në Egypt. Dhe vëzish në vendin në Katar, u strehu si mërgjimtar, si njeri i thjesht që kërkush ndoshta nuk ja din shumë vlerën, ama Allahu ja din vlerën. Për ta sot nuk ka përlot, nuk ka përlot i shnerë. Wallahi ka përlot djetarët. Shka se kur filiste, si kur se krejtë sunnetin e pejgamberit Allahut me pasur parë. Unë kam ndëgju për Ahmed ibn Hanbelit, kam lexu atë ditën që kam përjetuar e Ishaq al-Huwaini. Thuaj se gjithë hadithën e tematikës i ka përparë. Dhe atë s'ka morë ishte në Egjipt që u dashke marë për ditën e ejnëtë, me punë dikush pak e herë, me punë i të në majtë Sahih Bukhariu, e të nejësit për në majtë i të. Se jete këmë në qëtër. Po kur asë një herë në kesë këmë bëvit, po në shërbim të gjithë të lebë. Në aratoj këne, pas taj shkëpin shpinë vetë. Unë po thamë kja është djetarë me ranome botërore. Nëse ka njohë dikush hadithin e pejgamberit Allahut, deri sot, ma mirë ki ka qenë kënjeri. Për ata, për këtë arsije, s'ka dishim se ka thonë Allah Mesudi se vdekje djetarët është qani në plasje morit nuk e zëvendëson asë qanë dhe në ditën kemë. Ka mundësi që të zëvendëson me fjallë, ama me vejpër nuk besoj, se nuk jam mësën Allah në po armitsua për armitsua të Allah, islamofobër, jo muslimanë, pjesë harë, pashke islama nuk e linë të askun me të gjeru. Të dirun në përbëdrum në dhe ato, e ka njësë pi përdrum me kja. A më sot dhe të më kajrë i nëmëron ma shumë se të titra mi qamija që kanë dëtu. Në atë kohë i kishë një vishë të reqëm, që i kishë ndrejt të kanë gjeru. I van hapat për nga merit Allahut. Dhe thonë të nëse mund edhe kokën kur ta kërujsh,
me qetë hadith, këruje me hadith, mos se propa argument. Ka sfidu me qindra mija doktorët të cilët pretendoshin dhe akuzoshin hadithin e pejgamberit të Allahut. Me po kejt ehli sunneti që ndëroshin para pas shpinës ati. I ka sfidu të gjithë dhe i ka përmbys të gjithë. Për shkak se sa ka pas ditori nuk mund gjua e njerit të përshku. Djetarët e hadithit shumë janë të vopek para dijes të ati. Amortia, kërkimi dituri dhe shkrimi ka qenë çështja e fundit e ajë. Po thamë se kam njoft jetën private, se kam nejtë shumë afër me ta. Shkak se na nderoj kësi ishmi të huaj. Dhe tash me kuptoj se sa kohën e kënë mua, inshallah në gënë Allah. Ama unë e kam ditë një sen se a i ka pash si dhe vesh të takojnë pejgamberin e Allahut. Nuk e kanë interesu fare se njerë që ka fletën për ta. Ati kanë interesu veç triumfimi sunnetit pejgamberit të Allahut. Atë që e ka dëshiru sot e ka, inshallah sot e ka gjithë. Eve në ka prellohu dhe në ka pikollu. Dhe umetit ka mi mungu të njetën një njërisi e Ishaq el-Huwaini. Amo atë që e ka dëshiru sot, me ndoj se ka gjithë. Dhe nëse aspërru dikush si përfaqet e tokës, nuk një fogjë e as djetar që aspërru ma shumë se e Ishaq el-Huwaini. Prej ditën e kërkimit diturisë deri ditën e ndarjes. Dhe kime qënë mallin që në për hadithin e pejgamberit të Allahut që thonë më të sprovuarit ka qenë pejgamberi të Allahut. E pastaj ato që i përmjasojnë pejgamberëve të Allahut. Pastaj ata që i përmjasojnë pejgamberëve të Allahut. Dhe thotë pejgamberi Allahut dhe me këtë përmendojnë që thotë nëse Allahu e don një njeri e sprovon deri sa ta merrte ai pa asnjë gjuna në vetën e tij. E unë shpresoj që Allahu ta lartëson shkallët më të larta të xhenetit. Për shkak se s'ka gjuhë që mund me përshkruajt mundin, kontributin e në veçanti sakrificën e atyre dytëve. Se ditët e sotit e shkollaj, ama ditët ato që kanë bashkësha pas të vështira, shumë janë konë të vështira. Para më ndojë dhe kjo për ta të tregoj ke sa të Abdul Hamid kish më dëgjojsh një ligjerat, 6 muaj në burg për shkak një ligjeratës. Ama tha u kënaqshmi në burg se dishmi se për shkak e nai. E më thëgje Saad, shti s'pedim se qëfar gajle e më të rëbajt. Tha ato ditë, u borgoshmi 6 muaj se kishku në gjami me në kun një ligjerat. Ama hishmi në burg dhe dilshmi krenar se e në të bondi shka për ditë. Ama tha ku më do këtë që sot asë një dertë si e në të e bajt. A ka kur se aje kishtë dhe dertë dhe kitë të metit. E vetëm në gjipë po thuj se më barë botë. Pra ne i thejmë salë, Allahu më shëroftë. Allahu takof me atë që i ke dasht dhe ati që i kishë rbejt fjallët e ti. S'ka dishim se gjurmë të tua kanë me ngellë derisa të ekziston këtë botë. Ti e kandili që ne ke hapësin që ta kuptojmë sunnetin e pejgamberit Allahut. Ne ke dashuru pejgamberin Allahut. Para se ta dëgjojmë fjallët e ti. E ke praktiku sunnetin e pejgamberit Allahut para se ta flishat. Falënderojmë Allahun Azza wa Jall që Allahu në këtë muaj të bekuar e ka morë nga ngrit shpirtin e ti, inshallah, në xhenetet e larta. E inshallah, Allahu Azza wa Jall ta ka mundësu që ta fitojsh dhe shahid lëkin shtratin tanë ku ke qenë. Që të vajsh kanë dilë jetën tonë, sakrificën tonë kanë dilë dritë për kejtë ata që vinë për mas, se një ditë kemi bëshkut Allah, lumi aj që bëhat irnak model i paluhatur, si e kam njofë parë në ditë, deri në mrama në ditë nuk kanë ndryshu asë 1 milimetër, nuk ashtu pëjnë vlezët ndërë.
Kanë edhe burra të cilët nuk janë që flasin shumë, po janë burra të cilët ne shkruajnë biografinë dhe jetën me vepra për se të flasin. Atë që e ka folën shumë pak ndaj asaj që unë e di që e kanë vepruar. Që do sende vlen mi tregu e shumë sende ka me me sekret që për Allah Azza wa Jall kanë mu shpalos. Dhe kini e pasë kush janë këtë burra të cilët e kanë dashur sunetin e pejgamberit të Allahut, që një ditë u bë ditën edhe nga dashamirët e tyre për shkak se nuk pranuan të njollosin gjuhët e tyre që ta ofendojnë pasuesit e sunetit pejgamberit të Allahut. Nga të gjithë anët është sulmu. As sulmu nga qeveria, as sulmu nga bashkësia, as sulmu nga efkafi, as sulmu nga ezhari. Po goditja me eronë për ta, dhe unë mendoj se kjo ka lëndu më shumë. As sulmu dhe nga dashamir dhe shokët e ti që ka qenë në shërbimin e tyre. Me gjitha ta kush triumfoi, si mbaruan ato dhe si mbaroi ki. Për atë thot Ahmed ibn Hanbali, dashamir që s'na dojnë sunetin mes neve dhe atinve ditën e gjenazës, ditën kur vdesmi dhe qokmi kur do të dhe lot për të hanë ma shumë, e kush nuk do të dhe ndoshtë lot, për asni pik loti për dikan më qëtër. Për atë nuk ka dikush që nuk i ka filmu, ama as kuj nuk e ka këthi vetëm e mirësi, për shkak se sinimi ti ka qenë të fiton rëzin Allahut. Dhe ki ka qenë preokupimi ti ta një jetën e ti, nështë jetën privat, nështë që është në publik. Lusim Allah në Azza wa Jall që Allah Azza wa Jall të këtë begatu me gjennet. Unë e kisha një kërkes dhe një dëshirë, në pas qef që e fali gjenozë. Edhe të nashtë ku s'ka qenë për i me thebit të ti me e fali gjenozë. A më shekhu i bazë dhe sa e lejojnë me e fali gjenozën, edhe të nuk ka prezent. Nëse pajtomi, inshallah të e fali gjenozën. Në jo prezencën veçanti djetarve, atyre që kanë më dobi umetit për nga merit Allahut. Suneti që në triumfon në barbotën pas Shekh Albanit, Abul Kadrit, Shekh Bin Bazit, këtë eminit që s'kanë burët, të cilët çdo sunet në që ndëgjojmë, praktikojmë, në nuk jemi një që qëtër vetëm fritit të. Pas mundësi kisha shku t'ja falë gjenozën, po në pa mundësi për t'ja falë, inshallah tash, nëse pajtonë t'ja falë gjenozën, Shekh Ebu Ishaq el-Huwaini, inshallah me 4 tekbirën, që ka falë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Gjashiut, në jo prezencën e ti, se nga se i ka shërbi shumë muslimanve, e ke njeri është që na me shku të Allahu Azza wa Jall, e ne mos më lutë për ta. Ja falë me 4 tekbire, mas tekbirit farë, e kënoj me lhamin, mas ditë të qëmë salavat i pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli Allahu barik, mas tretit, inshallah bëjnë dua për ata që Allahu Azza wa Jall kja banë varin kopsh të gjennetit dhe mas të kadrë jepin selam. Bujru një fund.